Unë nuk i shoh si diçka të keqe, i shoh si një proces normal për shkak se duhet të analizohen të gjitha kërkesat e shqiptarëve, për shkak se janë çështje që janë grumbulluar 26 vite e këndej. Çështja tjetër është se çfarë dëshiron opinioni publik dhe pengesat apo vonesat të cilat e vështirësojnë situatën, por mu më duket krejt logjike kjo. BDI ka vështirë të shkëputet nga VMRO-ja dhe edhe shkëputje e saj është si ndarja e një çifti në martesë. Много долговлекувањето е очигледно дека има некаков спор. Stërzgjatja e bisedimeve na bën me dije se ekziston një mospajtim ose më saktësisht nuk janë përputhur akoma qëndrimet e LSDM-s dhe BDI-s, së paku për ligjin për gjuhët. Mendoj se kjo periudhë për BDI-n do të jetë sfiduese në disa aspekte, jo vetëm nga paketa që ka dërguar tek LSDM-ja, sepse pa marrë parasysh rezultatit e negociatave me LSDM-n. Në fund ata duhet të sqarojnë opinionit pse kanë pranuar paketë më të keqe me VMRO-n dhe eventualisht kanë refuzuar paketën më të mirë të LSDM-s.